të mbahet një heshtje solemne në nderim të humbjes së parakohshme të jetës së 2 fëmijëve ditën e djeshme në qytetin e Durrësit. Engjëjt Enea dhe Klevisi u preshin në paqë. Solemniteti për ngjarjen tragjike të Durrësit përfundoi shpejt, ku politika filloi të drejtonte gishtin se ndaj kujt rëndonte përgjegjësia. Sali Berisha nga foltorja e kuvendit ngriti akuzën se autori i vrasjes së 2 fëmijëve ishte person me mbështetje politike nga socialistët. Ai duhej arrestuar 10 herë, por nuk desha të zgjatem në këtë pikë. Dhe s'u arrestua asnjëherë, se ishte terrorist i votave. Fjalët e Berishës erdhen si replikë në qëndrimit të Taulan Ballës, i cili më herët nga foltorja e kuvendit kishte kritikuar uniformat blu duke kërkuar shembuj mes të fortëve. Dhe kam edhe thirrje për policinë e shtetit, e cila këtë rast duhet analizoj me shumë vëmendje. Këta të fortët e lagjeve, këta duhen bërë shembull gjithë. Këta të fortët e lagjeve duhen kontrolluar mjes, drek, dark. Po të kujt janë të fortit, mor? Po të fortit janë patronazhistë të poshtër, që terrorizojnë qytetarët. Nuk ka të fort që si bën dot zap policia, po ka polici të bërë zap nga të fortit e partisë. Kjo është e vërteta. Vepra për të cilën po hetohet autori nuk e rëndon pozitën e tij penale, për shkak se kodi nuk ka parashikuar dënime për krime të tilla tragjike. Kjo nuk është shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Kjo është vrasje. Dhe nëse ne duam të bëjmë diçka në këtë aspekt, gjëja e parë dhe themelore që duhet bëjmë është ndryshimet e reja që vinë në kodin penal të riformulojnë pikërisht akte të tilla si vrasje me dashje. Një ideur që ngjet makinën edhe kur ndalohet nga ligji, hyn në rrugë për të vrarë e për të vrarë me dashje. Aspektet kursore në Livi Arion Braças gjeti dakordsinë e kolegëve socialist, të cilët u shprehen se në kodin e ri penal, ngjarje të tilla do të adresohen si vepra të rënda penale dhe jo shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. shpopullimin e